Një operacion i policisë së shtetit për kapjen e një personi të shpallur në kërkim për vepra penale në fushën e narkotikëve është ndërruar në një ngjarje tragjike në zonën e Lozhanit në Bashkinë Maliq. Rreth orës 7:30 të mëngjesit, forcat e drejtorisë vendore të policisë Korç në bashkëpunim edhe me komisariatin e Maliqit rrethuan një stan në malin e Bodenit, ku dyshohej se 43 vjeçari Violant Braçellari fshihej. Sipas të dhënave paraprake, pas thirrjes së policisë për të dorëzuar, i shumë kërkuari ka hapur zjarr ndaj efektivëve. Nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë inspektori Enea Mekolli, 34 vjeç, pjesëtar i forcës së posaçme Shqiponja, ndërsa u plagos inspektori Edison Adri, 36 vjeç. Forcat e policisë ju kundërpërgjigjen sulmit duke plagosur edhe autorin e dyshuar, i cili më pas u vu në pranga. Të plagosurit janë transportuar për ndihmë të specializuar mjekësore. Nga Spitali Traumës, drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita e cilësoi ngjarjen një humbje të rëndë për uniformat blu, ndërsa konfirmoi se efektivi i plagosur po merr trajtim mjekësor. Humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim qytetarëve. Kështu që në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe ai po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush. Në shenjë nderimi për policinë e rënë në krye të detyrës, Kuvendi i Shqipërisë nisi seancën plenare të sotshme duke mbajtur 1 minutë heshtje. Rënja e një efektivi në krye të detyrës është humbje për familjen, për policinë e shtetit dhe për vetë shtetin shqiptar. Në këto momente, shprehim respektin dhe mirënjohjen më të lartë për sakrificën e tij, si dhe solidaritetin ton për efektivin e plagosur, duke i uruar shërim të shpejtë. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë, ju njoftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. Gjithashtu, inspektori i vrarë Enea Mekolli u shpall dëshmor.